Shkolla fillore Marshall Tito shënoi ditën e shkollës me një aktivitet të pasur kulturor-artistik të përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit. Programi i organizuar mblodhi prindër, arsimtar, përfaqësues institucionesh dhe mysafir të shumt, duke dëshmuar edhe një herë rolin e rëndësishëm që kjo shkollë ka në jetën arsimore dhe kulturore të qytetit. Si shkolla më e madhe fillore në Ulqin, Marshall Tito prezantoi një program të larmishëm, të cilat u pritën me duar trokitje nga publiku. Nxënësit shfaqen talentin dhe përkushtimin e tyre, ndërsa mësimdhënësit u vlerësuan për punën dhe angazhimin në përgatitjen e aktivitetit. Në hapje të manifestimit të pranishmit i përshëndetit drejtoresha e shkollës Ferida Hajdinaga, e cila theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes shkollës, nxënësve dhe prindërve në arritjen e sukseseve të vazhdueshme. I nderuari kryetari i Komunës së Ulqinit, Gens Nimanbegu, të nderuar nxënës, prindër të dashur, kolegë e kolege të nderuara, mysafir të çmuar, miq të shkollës dhe të gjithë ju që sot ndani me ne gëzimin e kësaj dite të veçantë. Dita e shkollës nuk është vetëm një datë në kalendar. Është një moment kur ndalemi dhe shikojmë pas rrugët që kemi kaluar së bashku, dijen që kemi ndarë, buzëqeshtet që kemi ruajtur dhe gjurmët që kemi lënë tek njëri tjetri. Shkolla është shumë më tepër se klasa, libra edhe nota. Ajo është vendi ku fëmijët mësojnë për herë të parë të besojnë në veten e tyre, të zgjasin dorën tek një mik, të ngrihen pas dështimeve dhe të ruajnë mirësinë në një kohë që shpesh nxiton dhe harron vlerat e vërteta. Në shkollë nuk rriten vetëm breza nxënësish, rriten njerëz. Prandaj sot ndiej një mirënjohje të veçantë për të gjithë ata që kanë thurur një pjesë të vetes në jetën e shkollës tonë. Faleminderit mësuesve tanë, të cilët nuk përcjellin vetëm dije, por edhe durim, mirëkuptim dhe dashuri për jetën. Në një kohë kur është e lehtë të flasësh, e vështirë të dëgjosh, ju çdo ditë zgjidhni të jeni mbështetje, forcë dhe dritë për fëmijët tanë. Faleminderit prindërve, të cilët së bashku me ne mbajnë përgjegjësinë më të rëndësishme, të formojnë nga fëmijët tanë njerëz të mirë, të ndershëm dhe të guximshëm. Një fëmijë që ndjen dashurinë e familjes dhe mbështetjen e shkollës mund të arrijë çdo maje. Mirënjohje të madhe u shprehim edhe të gjithë miqve dhe donatorëve të shkollës, të cilët e kanë kuptuar se investimi në arsim nuk është shpenzim, por investimi më i çmuar në të ardhmen e një shoqërie. Në veçanti dëshiroj të falenderoj Komunën e Ulqinit, e cila ka qenë pranë shkollës sonë dhe ka treguar se një komunitet që kujdeset për fëmijët, kujdeset për të ardhmen e vet. Dhe tani, me emocione të veçanta duhet të drejtohem nxënësve tanë të dashur të klasave të nënta. Të dashur maturant, dua të drejtohem me një fjalë që ju sot po kremtoni një ditë të veçantë. Ndoshta vetëm një ditë dhe do ta kuptoni se sa e çmuar ka qenë ky korridor, kjo zile e shkollës, këto biseda gjatë pushimeve, shakat, frika para testeve, po edhe përqafimet e miqve që dilnin dhe thoshin, do të bëhet mirë. Para jush në rrugë të reja, sfida të reja dhe ëndra të reja, jeta do të kërkoj shumë nga ju, të jeni të fortë kur është vështirë, të mençur kur është e rëndësishme, dhe të mirë atëherë kur mirësia nuk është zgjedhje më e lehtë. Mos lejoni që bota t'ju ndryshoj, aq shumë sa të harroni kush ishit këtu në shkollën tuaj, mes njerëzve që besuan tek ju dhe para se të besoni vetë tek vetja. Merrni me vete dijen, por mbi të gjitha merrni njerëzillykon, sepse njeriu nuk mbahet mend vetëm për sukses, po për gjurmët e mirësisë që i le pas. Në fund, dua t'ju kërkoj sinqerisht ndjes që manifestimi i si vjetshëm i ditës së shkollës po mbahet në prag të Kurban Bajramit.
Jemi të vetëdijshëm se këto janë ditë të ngrohtësisë familjare, përgatitjeve dhe qetësisë shpirtërore, por rrethanat dhe obligime shkollore bën që sot të jemi së bashku. Andaj në emër të shkollës, të gjithë besimtarve të fesë islame, uroj që Bajramin të kalojnë me shëndet, paqe, lumturi familjare dhe begati. Bajrami i bekuar për të gjithë ju. Edhe një herë gëzuar dita e shkollës. Me fjalë përshëndetëse para të pranishmeve u paraqit edhe kryetari i Komunës Sulqinit Genci Nimanbegu, i cili përgëzoi shkollën për punën dhe rezultatet e arritura ndër vite. Mirëdita të nderuar sinjëdhënës, e nderuara drejtoresh, të nderuar prind e posaçërisht të nderuar nxënës të shkollës më të madhe në gjuhën shqipe në Malin e Zi. Edhe pse kjo shkollë këtë vit feston vetëm 58 vjetorin, pozicioni saj ndër vite është arritur që është bërë shkollë elitare për arsimin për shqiptarët në Malë të Zi dhe për komunën e Ulqinit. Dhe ky status është më së i merituar. Mua si kryetar komune më gëzon fakti që vit nga vit kemi rritjen e kualitetit të mësimdhënies në shkollat fillore, si dhe menaxhmentin të suksesshëm i cili bën rezultat. Këto tregon edhe arritjet e nxënësve tuaj. Qëllimin që si komuni kemi jep para vendit është ndihmesa për të rinj. Prandaj, pos investimeve të cilët vazhdimisht jemi duke bërë së bashku me shtetin në çerdhe në komunën e Ulqinit, me forcat të veta financiare në qendrën të re Sirena, kam kënaqësi që t'ju lajmëroj që deri në fillim të vitit të ardhshëm do të rregullojmë hyrjen pranë shkollës fillore Marshall Tito me një rrethotullim, një investim që do ta bëjmë vetë me vlerë mbi 120.000 euro. Këto investime janë detyrimi ynë që procesi mësimdhënies i juaj të jetë sa më i suksesshëm. Në fund, dua të tregoj një brengosje. Brengosja jonë është në zvoglimin e fëmijëve tanë, e numrit. Gjithë komuna jonë ka rënje demografike posaçërisht të nxënësve në përshkolla, që do të thotë që në të ardhmen duhet si komunitet të lidhemi më fort pranë njëri tjetrit. Prandaj, çdo njeri nga ju, mësimdhënësve, posaçërisht nxënësve, sidomos maturantëve, i dëshiroj një jetë të suksesshme dhe që të jenë pararoj, të jenë bajrakujt të ardhmes së rinisë tonë të mrekullueshme të qytetit tonë të Ulqinit. Ju faleminderit. Në kuadër të aktivitetit u ndan edhe mirënjohje për nxënësit e dalluar, të cilët gjatë vitit shkollor kanë arritur rezultate të shkëlqyera në mësime dhe aktivitete të ndryshme. Zgjedhim pra nxënësen e gjeneratës, biramo gjaka generacije na početku. Da li smo sad spremni? A jemi? Šta mislite? Bilo je jako težak posao za čitavu komisiju. Bira se đak generacije najbolja među najboljima. Lorena Jacović. Manifestimi përfundoi në një atmosferë festive, duke lënë bresa të bukura dhe duke dëshmuar edhe një herë frymën krijuese dhe edukative që kultivohet në këtë institucion arsimor. Dhe kish një djalë të lik dhe veç për të këqia. Të gjithë dhuronin që ai të vdiste sa më parë, e nëna ti mbushej me thinja. E lustet e birin të kthen të udhë, se dita ikin o bire, s'te falë kur, se nuk është nën as e urë të shpirë, e nuk është nën o zemër që të falë. Fliste, por ishte e kotë, i biri e talte, e lante me tërpë.
Dhe nëna vendosi të ngulte një gosht për çdo prapësi djalit në mur. E nëna thinjej, e muri mbushej, a ajo krusej me dit e me orë. Një dit i harroj i biri huqet, tek pa me të merë murin plot gosht. Hira në gjunjë nën se qau, kam qenë i marë o nën me falë. Të gjitha thinjat me lot jalau, dhe i rëndonte çdo thinj sa një mal. E mira nën i puthi kokën, mjaft qava o birë, tani u rrite. Ti duash ti njerëzit, edhe unë goshtët, do t'i shkull pas çdo të mira. Të mirat djalin zemrën jam mbushnin, askush se njihte me atë, dhe çdo mbrëmje shihte murin dhe numëronte goshtët në të. Vjen një ditë kur nëna e plakur nga muri shkulli goshtën e fundit. Po djali s'ndi ende i knaqur. Në mur qenë vrima, si vrima plumbi. O nën, tha djali, s'du jemi qetë, po u zhdukur murit vrimat e zeza. Bir, kjo s'ndodh në jetë. Çdo vrim të murit ma ka dhe zemra. Ti qofsh mirë, e qofsh me nder. Dhe lehtë në ball djalin e puthi, por plaga siken kur nga trupi, dhe nuk bëhet kur i bukur turpi. Što imam ja, to si meni ti. Ti divlja ružo, što podno me zakači. Ti si mi dušu ranila, ljepotom me opila.
pushim. E ora trika, trika, shkoni djali për me paturim. Ose më ta, 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 se janë nismera me kazitim. Me në njëloshi që po për nëshime, anthe me gëzim. E shi u pi, 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 bjeni nuk të kete pa pushim. E ora trika, trika, shkoni djali për me paturim. O tebe smo učili prva slova, gradeći istinu snagom dobrote. Ti si nam temelj za vremena nova, pamteći zauvijek te divne note. Zija je par, na tiri me gëzim, hapa te para I hodam nebesim. Në syta nu hap një bota të dit, me frik të vogël, po me zemër plotrit. Shkolla nasza, ti si ukazania, kutoka skrajni, što nam život bira. Učitelji naši, nek vam je hvala, vaša je ljubav, put nam obasjala. Matematika je naučila mnogo važnih stvari. Kao na primjer, ako mi profesor kaže ovaj zadatak je jako jednostavan, znam da će mi trebati barem pola sata da ga riješim. Iz istorije smo naučili da se sve kroz vjekove menja, osim jedne stvari, da kontrolni uvek dolazi kad ga najmanje očekuješ. A iz crnogorskog jezika smo naučili glagolska vremena. Prošlo, sadašnje I buduće. Prošlo kad smo trebali učiti, sadašnje kad odgovaramo I buduće kad ćemo sigurno početi učiti. A iz biologije smo naučili kako funkcioniše ljudski organizam. Na primjer, srce počinje brže kucati kada nastavnik kaže izvadite svesku za provjeru znanja. A iz fizičkog smo naučili mnogo sportskih veština. Najvažnije je trčanje kada kasnimo na čas. Ali iskreno, u školi smo naučili nešto mnogo važnije. Naučili smo šta znači imati prave prijatelje, naučili smo biti tu jedni za druge I naučili smo da se zajedno smijemo kada nam je teško. Možda nijesmo zapamtili svaku lekciju. Ali smo zapamtili svaki odmor. I svaku ekskurziju. I svaki smijeh sa prijateljima. I svakog nastavnika. I zato sada možemo reći samo jedno. Hvala našoj školi I nastavnicima. Kur rruga ngushtohet dhe hapat rëndojnë, dhe errësira duket e pafund. Shpresa nizet si një flakë e vogël, një dritë që nuk mund ta shuaj as koha. Çdo sfidë është një mësim I fshehur, çdo rënje një mundësi që të ngrihesh. Zemra gjen forcë brenda plakëve dhe shpirti mëson të shoh më tej. Duke kaluar ura të thyera dhe hunera, ne mësojmë të vlerësojmë çdo hap të sigurt. Edhe ndonjëherë hapat më të vegjël janë më të çmuarit nga të gjithë. Kur hishka na rrethon dhe frika na mbështjell, shpresa fshihet në buzëqeshje të vogla
në një dorë që të ngre, në një fjalë që të qetëson, në një kujtim që të mban gjallë, njeriu që beson, edhe kur gjithçka ndridhet. Qënjen e tij e bën të pathyeshme, sepse shpresa nuk është thjesht fjalë, ajo është guxim, është frym, është jetë. Në netet ku errësira duket e pafund, ajo bëhet dritë, që ndriçon horizontin. Një shtek për të ecur, një thije që li zemrën me ëndrat. Në fund, sfidat bën kujtime. Dhe shpresa mbetet si yll mbi qiellin e hapur, duke ndriçuar çdo rrugë që zgjedhim, derisa të gjejmë paqen brenda vetes, derisa të kuptojmë se çdo rënje është thjesht një hap drejt dijes. Përshëndetje të gjithëve. Sot kemi diçka për të thënë. Një rrëfim për klasën tonë, ashtu siç ka qenë. Ndoshta nuk kemi qenë gjithmonë të qetë, por çdo moment këtu ka pasur vlerën e vet. Sot rolet ndërrohen, flasim pak ne, për çdo shkaq që kemi kaluar bashkë. Dhe nëse kemi gabuar ndonjëherë, sot kërkojmë falje me zemër të sinqertë. Sot do të ndalemi tek profesorat që na kanë shoqëruar këtë vit në klasën e 9. Për mirënjohja jonë shkon për të gjithë ata që na kanë qenë pjesë e rrugtimit tonë. Po nisim nga fillimi ynë i parë, mësuese shpresa që na hapi rrugën përpara. Nga klasa e parë deri në të 5-ën me ne ke qëndruar. Hapat e parë në dije me ty kemi filluar. Na mësove shkronjat, fjalët dhe leximin, për mbi të gjitha dashurinë për mësimin. Profesori Fikret, kujdestari në çdo ditë, ke qenë me ne me shumë dërim dhe qetësi. Edhe kur ne ishim plot energji, ti gjithmonë dije si ta mbaje klasën e vi. Na ke udhëzuar dhe mbështetur pa u lodhur, edhe kur vetë nuk dinim si të vepronim. Profesoresha Doreta, me gjuhë shqipe dhe fjalë, na mësove të shprehemi qartë dhe bukur. Profesoresha Naxhia, me matematikë dhe shpjegim, na dhe dije, por edhe shumë dërim. Profesoresha Armenita, me ligj e me rend, për klasa jonë kishte ligj e krejt në trend. Ti vazhdove gjithmonë e përkushtuar dhe e durueshme. Profesoresha Mersiha dhe Mevlida, me art dhe kreativitet, na la të shprehemi secilin e mënyrën e vet. Profesor Martini, me biologji dhe shpjegim, na tregove më shumë se sa thjesht mësim. Profesor Rushdi, me kimi dhe reagim, na tregove si çdo gjë beson ndryshim. Profesori Naimi, me gjermanisht edhe disiplin, na kërkove rregull edhe përkushtim. Profesoresha Binasa, me qësi dhe durim, na ndihmove shumë në çdo mësim. Profesoresha Bertisa, me histori dhe dije, na çove në kohëra që si kishim njohur me hejre. Profesoresha Zana, me anglisht edhe përkushtim, na ndihmove shumë në komunikim. Profesoresha Edzona, me muzikë dhe ndjenjë, na dhe hapësirë të shprehim çdo zë, dhe na mësove të kemi guxim. Zonja drejtoresh Feride, me qetësi dhe drejtim, na keni udhëhequr gjithmonë me përkushtim. Zëvendës drejtori Isa, gjithmonë në kontroll, telefonat i merrte dhe i vendoste rresh në stol. Por nuk mund të t'ju gjikonim shumë, sepse jeni treguar gjithmonë i mirë me ne. Zëvendës drejtori Rifat, gjithmonë pranë nesh, me rregull dhe përkushtim në çdo moment. Gjatë këtyre viteve, shumë profesorë kem pasur pranë, secili për jush ka lënë gjumë tek ne. Nga klasa e parë deri sot që jemi në të 9-ën, kem mësuar më shumë në çdo hap e moment. Disa erdhën e disa shkuan, por kujtimet mbetën dhe çdo mësim i dhënë në jetën tonë është gdhendur. Për çdo mund dhe për çdo durim ju themi faleminderit me gjithë shpirt. Dhe në fund, një fjalë për ne, për shokët dhe shoqet e klasës, që kemi ndarë çdo ditë dhe çdo moment bashkë. Kemi qeshur, kemi gabuar dhe kemi mësuar, për mbi të gjitha kemi qëndruar pranë njëri tjetrit pa u larguar. Jo gjithmonë kemi qenë perfekt, këtë e di mirë, por kemi qenë gjithmonë vetvetja, të lirë. Dhe të këto kujtime që kemi krijuar së bashku do t'i mbajmë gjithmonë, kudo që të shkojmë në jetë. Këto vite do të mbeten gjithmonë pjesë e jetës. Sepse këtu nuk kemi mësuar vetëm mësime, por kemi ndërtuar kujtime. Dhe në fund, një fjalë për gjeneratat që vinë pas nesh. Mos harroni, profesorët respektoni. Faleminderit!
dynja, dyshiti kërkush një ka, nuk ka tjetër nanë si ti, nash na erën kur tani, një tup fmina në kerit, pa u lov, pa u mërzit, tanë vekajlen tuna imbajt, para kohë shpitje plak, o tanë vekajlen tuna imbajt, para kohë shpitje plak. Për mu je gjithmonë e re. Qeni rimojnan, nuk kam mujt a shpesh me tar, tash e vet jam ba me fmi, ta në detet ma mirë një di, do më nqesë zanin tani, doj herë mdo kesh që si jemi, sa herë t'ves si e mojnan, një herë keq dite me m'than, o sa herë t'ves si e mojnan, një herë keq dite me m'than. Jo qka jem, zemra jem, vendin tan kërkush se nxel, kush mos t'vet, sa vjet t'i ke, për mu je gjithmonë e re. Jo qka jem, zemra jem, vendin tan kërkush se nxel, kush mos t'vet, sa vjet t'i ke, për mu je gjithmonë e re. Non prejteje shumë kem lyp, edhe fmiti mi kerin, është vështir hakut me të dal, inshallah na i ban halal. O është vështir hakut me dal, inshallah na i ban halal. Jo qka jem, zemra jem, vendin tan kërkush se nxel, kush mos t'vet, sa vjet t'i ke, për mu je gjithmonë e re. Kush mos t'vet, sa vjet t'i ke, për mu je gjithmonë e re. Poštovani nastavnici, upravo škole, roditelji i moji dragi drugari. Danas stojim ovdje sa posebnim osjećajem, pomješanim emocijama sreće, ponosa, ali i blage tuge, jer se jedno važno poglavlje našeg života završava. U ime svih učenika 9. razreda želim da vam se iskreno zahvalim. Dragi nastavnici, hvala vam na svakom času, na svakom objašnjenju, na strpljenju koje ste imali sa nama čak i onda kada nije bilo lako. Hvala vam što niste samo prenosili znanje, već ste nas naučili kako da budemo bolji ljudi.
kako da razmišljamo, poštujemo druge i vjerujemo u sebe. Bili ste tu da nas ohrabrite kada posustanemo i da se radujete našim uspjesima kao da su vaši. Možda nismo uvijek bili savršeni učenici, ali budite sigurni da ćemo vaše riječi i savjete nositi sa sobom dalje kroz život. Sve ono što ste nas naučili bit će temelj na kojem ćemo graditi svoju budućnost. Danas se opraštamo od osnovne škole, ali ne i od uspomena. Ova škola će uvijek ostati dio nas, a vi ćete uvijek imati posebno mjesto u našim srcima. Hvala vam na svemu i obećavam vam da ćemo bar ponekad primijeniti ono što ste nas naučili. Të nderuar mësimdhënës, udhëheqësia e shkollës, prindër dhe shokët e mi të dashur. Sot qëndroj këtu me një ndjenjë të veçantë, me emocione të përzira, gëzimi, krenarie, por edhe me një trishtim të lehtë, sepse një kapitull i rëndësishëm i jetës sonë po përfundon. Në emër të gjithë nxënësve të klasave të nënta, dua t'ju falenderoj sinqerisht. Të dashur mësimdhënës, ju faleminderit për çdo orë mësimi, për çdo shpjegim dhe për durimin që patët me ne, edhe atëherë kur nuk ishte e lehtë. Ju faleminderit që nuk na dhat vetëm dije, por na mësuat si të bëhemi njerëz më të mirë, si të mendojmë, të respektojmë të tjerët dhe të besojmë në vetvete. Ishit pra nesh për të na inkurajuar kur lodheshim dhe gëzoheshit për sukseset tona sikur të ishin tuajat. Ndoshta nuk kemi qenë gjithmonë nxënës të përsosur, por jeni të sigurt se fjalët dhe këshillat tuaja do t'i mbaj me vete gjatë gjithë jetës. Çdo gjë që na keni mësuar do të jetë themeli mbi të cilin do ta ndërtojmë të ardhmen tonë. Sot i themi lamtumir shkollës fillore, por jo kujtimeve. Kjo shkollë do të mbetet gjithmonë pjesë e jona, ndërsa ju do të keni një vend të veçantë në zemrat tona. Faleminderit për gjithçka dhe ju premtojmë se të paktën ndonjëherë do ta zbatojmë atë që kemi mësuar. Mirënjohje të përjetshme.